Mirëmëngjes të dashur miq. Thash të diskutojmë pak për mandatin e 4 që përçon Shqipërinë drejt një diktature të re. Shqipëria në rrshitje të demokracisë. Me 11 maj 2025, Shqipëria mojti zgjedhjet të cilat po munduhet Edi Rama të morë mandatin e 4 me çdo mos. Jo vetëm që jemi përballë një individi që nuk është shkëputur nga politika që në prej viteve 90, por historia e tij politike rrjedh nga një trashëgim, pushteti që nis nga viti 1945 me baballarët dhe dajallarët e tij të lidhur fort me regjimin komunist. Ky mandat nuk është thjesht një vazhdim i qeverisjes. Është një vulë mbi një sistem që po rrëshqet drejt autokracisë, drejt diktaturës së re, i ngjashur me ata të Rusisë së Putinit, Bielorusisë së Lukashenkos, Turqisë së Erdoganit apo Gjeorgjisë, të kontrolluara nga oligarkët. Forza zgjedhore, demokracia si dekor, zgjedhjet në Shqipëri që nuk janë gare idesh apo alternativash. Ata janë teatër me rezultate të paracaktura. Këto janë disa nga fenomenet që e bëjnë të qartë farsën zgjedhore. Kapja e institucioneve zgjedhore. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve dhe Gjykata Kushtetuese janë kthyer në zgjatim të qeverisë. Përdorimi masiv i administratës publike për presion dhe manipulim. Keqënim dhe blerje e votës, që është kthyer në një praktikë të normalizuar. Media kapur, që jep vetëm një zonë dhe asnjë debat real. Në këtë klimë, pjesëmarrja e ulët e qytetarëve nuk është mungesë interesi, por protestë e heshtur, një refuzim i qartë për të bërë pjesë për luftën kundër diktaturës e mos të bën lojë e manipulimeve të partisë në pushtet. Nga demokracia e brisht në autokraci moderne, në pamje të parë, Shqipëria ka institucione demokratike, zgjedhje, parti, media, gjykata, por në realitet këto janë bërë fasad të një pushteti të përqendruar, ku një njeri sundon mbi gjithçka, mbi ligjin, mbi drejtësinë, mbi ekonominë, mbi narrativen publike. Kjo është autokracia moderne, pa tanke në rrugë, por me kontroll total mbi informacionin, drejtësinë dhe ekonominë. Në vend që të përdorin frikën e diktaturës klasike, ajo përdor propagandën, lodhjen kolektive dhe manipulimin e shpresës. Çfarë vjen me pas? Nëse kjo rrugë nuk ndalet, Shqipëria rrezikon të bëhet një vend pa opozitë reale, pa shtyp të lirë dhe pa drejtësi të pavarur. Një vend ku zgjedhjet shërbejnë vetëm për të justifikuar një pushtet që nuk ndryshon kurrë. Po mos harroni se historia na mëson se asnjë regjim nuk është i përjetshëm. Dhe çdo sistem i kalbëzuar rrëzohet kur qytetarët vendosin të mos heshtin me. Shpresa e Shqipërisë nuk është në liderët që vijnë e ikin, por të zgjuarësia dhe kuraja qytetarëve për të mos pranuar farsën si normalitet, për mos pranuar ata që u dikton gjithmonë. Ju falemnderit.